Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1401 perandori turko-mongol Timur bastis Damaskun. 1603, James i gjashti i Skocisë bëhet James i pari i Anglisë dhe Irlandës, pas vdekjes së Elizabetës së parë. 1707, bashkohen zyrtarisht mbretëritë dhe parlamentet e Anglisë dhe Skocisë për të krijuar mbretërinë e Britanisë së Madhe. 1882 në Berlin, mjeku dhe mikrobiologu gjerman Robert Koch njofton se kishte arritur të izolonte bacilin që shkakton tuberkulozin, një nga shkaqet kryesore të vdekjes në atë kohë. 1898 shitet automobili i parë. Robert Allison nga Pennsylvania bleu një automobil Winton pasi kishte parë reklamën e kësaj makine në revistën Scientific American. Kompania Winter Motor shiti atë vit 22 automobil. 1905 në Amiens të Francës, shkrimtari Jules Verne ndron jetë në moshën 77 vjeçare. 1945 në faqet e revistës Billboard shfaqet për herë të parë klasifikimi i albumeve muzikore më të shitur. Në krye është The King Cole Trio, regjistruar nga Nat King Cole me Oscar Moore dhe Johnny Miller. 1949 në edicionin e 29 të ndarjes së çmimeve Oscar, aktori më i mirë shpallet Laurence Olivier për interpretimin tek filmi Hamlet, i cili gjithashtu fitoi çmimin për filmin më të mirë. 1924 Greqia shpallet republik pasi dështoi për të marrë Konstantinopolin, mbreti Konstantin u detyrua të heqë dorë nga froni në favor të djalit të tij George II. 1973 publikohet dhe në Europë albumi Pink Floyd The Dark Side of the Moon. 1976 në Argjentinë forcat armatosura rrëzojnë qeverinë kushtetuese të presidentit Isabel Perón dhe fillon periudha 7 vjeçare diktatoriale e vetquajtur procesi i riorganizimit kombëtar. 1986 në edicionin e 58 të ndarjes së çmimeve Oscar, Afrika ime fiton çmimin si filmi më i mirë, regjizori më i mirë dhe producenti më i mirë, ndërkohë aktori më i mirë është William Hurt në filmin Puthja e Merimangës. 1999 lufta në Kosovë. NATO fillon bombardimet ajrore kundër Jugosllavisë për të ndaluar një valë të re pastrimi etnik të Kosovës. 1999 ish kryeministri Romano Prodi bëhet presidenti i Komisionit Evropian. 1999 një kamion i ngarkuar me miell dhe margarin u përfshi papritur nga flakët brenda tunelit Mont Blanc në Francë. 39 njerëz humbën jetën. 2002 filmi A Beautiful Mind, një mendje e bukur, fiton Oscarin si filmi më i mirë. Si aktori më i mirë shpallet Denzel Washington. 2007 me ndeshjen Itali-Angli inaugurohet stadiumi i ri Wembley në Londër. 2011 New York është qyteti më i populluar në Shtetet e Bashkuara me 8.175.133 banor. 2013 qindra mijëra protestues protestojnë në Paris kundër legalizimit të martesave të njëjtit seks në Francë.